për ta shtuar dëshirën seksuale, a ka një formë suplementimi? Patjetër, kjo është shumë e rëndësishme dhe ne kemi mundësinë për ta mjekuar, edhe para që rrit dëshirën është një kërpudh që ka ardhur nga Tibeti dhe që është interesant se histori është shkurtër, që ata në Tibet ruanin dhitë dhe dhënt në një bar ku hanin këto kërpudhat edhe shikonin që të tëra në fush duke bërë seks dhitë edhe të delet duke bërë seks edhe thamë po ç'është çka që po na ndodh, hajde ta provojmë edhe ne njëherë edhe filluan të hanin dhe kur shikoni ju erdhi ndërsa sot ne kemi këtë supliment që quhet Cordyceps, është një kërpudhë e jashtëzakonshme, është bimore, është e padëmshme, nuk është si këto që shiten për farmacira me këto gjyrat e kuqe. Është dhe një preparat tjetër, është e shkëlqyer dhe ajo, është një pudër, ngjyrë kafe, që quhet maca. Ju lutemi, mos shkoni në kafene, mos pini kafe, po në vend kafe s'pini këtë në ditë, 1-2 ditë mund të jenë në normë, edhe janë shumë të mira.